Përshëndetje të nderuar shikues, po ritakojemi përsëri së bashku me gjurmët drejt për së drejti në televizionin Alsat. Sot nuk kemi ardhur për të treguar histori të zakonshme, por për të ndarë realitete që shpesh mbeten të padukshme. Jo sepse nuk ekzistojnë, por se shoqëria e vendi jon shpesh zgjedh t'i injoron. Sot do të flasim për ata që shpesh përballen me sfida reale, konkrete, të lodhshme, vetëm për të bërë gjërat më elementare që shumica prej nesh i marrin si të mirëqena, të dalin nga shtëpia, të lëvizin në qytet, të hipin në një autobus e të arrin në një institucion, apo thjesht të ndihen të barabartë në parapsirat publike. Do të flasim për një pjesë të rëndësishme të komunitetit ton, për njerëzit që çdo ditë përballen me sfida që shumë prej nesh, siç e thash, nuk mund as t'i mendojmë, ata që nuk ecën, që lëvizin me karroca apo me mjete ndihmëse për lëvizjen. Këto sfida nuk janë vetëm personale apo private, ato janë një pasqyrë se si shoqëria dhe qytetet tona janë të ndërtuara. Fatkeqësisht, shpesh këto qytete janë të ndërtuara pa i marrë parasysh ata që kanë nevoja të veçanta. Një qytet i vërtet dhe modern e i drejt duhet jetë i hapur dhe i aksesueshëm për të gjithë. Sa herë e kemi marrë për të mirëqenë që të hipim në një autobus, që të ecim në një trotuar apo të hyjmë në një ndërtesë pa hasur në probleme. Për një person në karrocë, këto janë sfida që kërkojnë planifikim, që kërkojnë forcë, shpesh edhe ndihmë nga të tjerët. Mungesa e rampave, trotuare të dëmtuara, autobusa pa platforma të përshtatshme, stacione që nuk janë të aksesueshme, janë vetëm disa nga pengesat që kufizojnë lirinë dhe pavarësinë e këtyre personave. Në këtë emision do të dëgjojmë nga dy të ftuar shumë të veçantë, që do të ndajnë me ne eksperiencat e tyre personale, për vështirësitë, përpjekjet, por edhe shpresat e tyre. Ata do të na tregojnë se çfarë do të thotë të jetosh në një qytet ku infrastruktura dhe shërbimet publike nuk janë gjithmonë të përshtatshme. Do të na flasin për ato momente kur duhet të kërkosh ndihmë edhe për gjëra që për dikë tjetër janë shumë të thjeshta, për takimet e munguara për shkak të mungesës e transportit të papërshtatshëm, për ndjenjën e izolimit që vjen nga barierat fizike dhe sociale. Kjo bisedë nuk është vetëm për të treguar pengesat, është një ftesë për reflektim, për të kuptuar se ne si shoqëri ku duam të shkojmë, për të diskutuar se si mund ta bëjmë qytetin ton më të përfshirë, më miqësor, pavarësisht nga aftësitë fizike. Një qytet që nuk siguron akses të barabartë, nuk është thjesht një qytet i papërshtatshëm, është një qytet që arrin të lë pas shumë qytetarë të vet. Kjo është një padrejtësi që mund ta korrigjojmë me vullnet, me ndërgjegjësim dhe me politikat e duhura. Në fund të këtij udhëtimi ne shpresojmë të dalim me një kuptim të thellë e me një ndjenjë përgjegjësie të përbashkët. Për të diskutuar më tepër, të ftuar kam sot në studio Burhan Bekteshin dhe Abas Berishën. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin tonë. Faleminderit për kohën që keni ndarë për neve. Faleminderit juve. Dua ta nisi me jetën tuaj të përditshme. Si ka ndikuar gjendja juaj fizike në jetën tuaj personale dhe atë profesionale? Atëja une. Nuk është që ka ndiku koqa si shumë, po duke mërë parasysh rrethona, do me thonë se që jetumi në çfarë shteti jemi, është gjendja koqa e ronë, po prap mendimin e Zotit, mendimin e njerëzve të mirë, ja dalim, munumi mi ja dal. Edhe kjo është, nuk është po dija çka me thonë, se është e ronë koqa, po prap mundumi mi ja dal, sa do që të kemi mundësi. Do të kisha ashtu edhe unë pak, si Burhani, ne për ditë ballafaqohemi me lloj-lloj sfidash. Ka të shkojmë me të vërtet, këtu ne është, ka disa lëvizje, por pak janë bo deri tash për neve, po flas për personat me nevoja të veçanta. Çdo anë kemi pengesa, ka bariera, trotuaret nalta, dikun s'kemi qasje, ndoshta 100 metra, 200, ndoshta do të tesh në për trotuar, po kur të më rish në fund, kur e shet që nuk ke rampë për mes brit ati, duhet të kthesh prap. E kështu që këto karrocat janë me rrim, këto mund çdo moment harxhohet rrima, kështu. Ne tu du me thonë, si lu andej, si lu kënej, këto dhe harxojnë edhe rrimën, mujna edhe me met në rrugë, shkaku i pengesav që i hasim në çdo vend. Dërsa kushtet në anën tjetër janë mjaft të papërshtatshme, cilat janë disa prej sfidave më kryesore me të cilat përballen juve çdo ditë në jetën tuaj të përditshme në qytet? Sfida kryesore është që përmeni edhe Abazi, do të thonë rruga është problemi kryesor i joni.
Do me thonë, na prej momentit që dalim prej shtëpisë, deri në momentin që të kthehemi, ne kemi jetën çdo sekondë rrezik. Arsyeja pse, sepse ne do të me heca ndej ka hecim veturat. Se në trotuar s'ka shansa për me hip, se ose ki vetura në trotuar, ose s'ki shansa me hip, se është tepër i lartë trotuari edhe s'ka shansa për me hip aty. Do me thonë, kjo është problemi kryesor momentalisht. Rrugët edhe transporti për neve. Se jemi non-stop rrezik, ka pas raste kur edhe në vijat bardh, shembull, unë po foli personal për veti, nuk ka këshirë heç që jam të kalu rrugën në vijat bardha dhe ma kam shumë me vetur. Ka pas shumë raste. Po gjatë jetës tuaj personale dhe asaj profesionale, ku keni hasur më shumë në përpengesa? Ndoshta në jetën sociale ose në raport me njerëzit? Kjo nga njerë ndo institucione, shembull mas pari nuk kemi qasje. Pastaj disa dhe nga njerë edhe na injorojnë. A qëllimisht e bojnë, a pa qëllim nuk e dim, por përgjithsi në gjdo hap thuja kemi diskriminime, na diskriminojnë. Faktikisht, na shikojnë me tjetërsi, na nuk dallojnë prej qerve, na jemi njëjtë si tjertë, vetëm këta aftësinë fizike që e kemi është sprov nga ana e Zotit, na këta s'mujmi me mohu, po du me thonë ka që na diskriminojnë. Për juve? Po njëtë si abazi dhe nësë po di që ka me thonë më shumë, ka dhe prej atë me që na injorojnë, ka dhe që na ndihmojnë, po të kem çka bojmë tash. Do të ndalemi më pas të flasim edhe për kushtet e tjera të infrastrukturës, por edhe qasjen e institucioneve ndaj juve. Do të shkëputemi shumë shkurt për një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi përsëri në studio. Jemi përsëri në studio për të vazhduar bisedën tonë për sfidat për personat me nevoja të veçanta dhe sa e kanë të vështirë për ditëshmërinë e tyre. Do të ndalem pak tek aksesi nëpër vendet publike. Sa është e vështirë të aksesoni vendet publike si kafenet, institucionet shtetërore apo qoftë edhe qendra tregtare? Po kafenet, në shumë kafene kemi problem për me hi, se janë me shkallë, hasmin barjera, edhe ka dhe në disa institucione, konkretisht po më kujtohet për momentin të Ministria e Kulturës, nuk kemi qasje, ka shkallë, ka shumë do institucione, kemi pengesa në faktikisht verës është pak ma letë, shembull kur të kemi me shku ndo një kafene, apo me pi ndo një kafe, apo qaj, pa marë parasysh të shka, se tash është koha e nxehtë, mujmi edhe për jashta. A dimnit është pak ma problem, edhe për neve është ma ftoft është, e smujmi, në realitet duhet mos me shku, duhet me shku në ikon tjetër ku kemi qasje. Ku vizojnë? Fatkeqësisht. Fatkeqësisht kjo është se ka disa, mo shumë do vene mungojnë rampat, mungojnë qasje s'kemi, fatkeqësisht. Shumë do edhe një institucione do, dikon ka do lëvizje, s'mujmi me mohu që i kanë bo, dishka mo është shumë pak. Për juve? Është kjo që tha abazit, se në shumë vende shembull nuk mendojnë për neve, nuk e di pse është kjo mentalitet. Shembull është, tash pe tregoj konkrete rastin më të freskët për mu, besoj që e din krejt është rasti i autobusit, do me thonë problemin që e pata me shoferin e autobusit. Na trego më shumë për këtë rast, për të gjithë ata që nuk e kanë parë. Kjo ishte rasti, do me thonë, kur fillova me punë, për me punu, u dhe këtë gjdo ditë me udhëtu me autobus, se nuk kisha mundësi shembull këtë karrotë me fut në vetur. Edhe u dhe ke me autobus. Kur ditë herë shoferi më njëroj, leqi më njëroj, filloj edhe të më ofendoj. Edhe pas taj më tha largo, mos më afron nga autobusit e kësi gjona. Unë e pala në emrua ditë herë, thash mos e kam të publiku. Publikom, së më intereson kësi fjallë, do me thonë qysh le, ma mirë s'po poli, edhe e publikova, e kemi lajmëru rastin bashkë me gazetarin e ju, Avni Tahiri, të cilin e falenderoj shumë, se më kam mbështet tepër, e kemi lajmëru rastin njësë për kemi që dërgejt me shkrem
po do me thonë s'kemi murë ku një parë përgjigje edhe faktikisht me plot keqardhje, e thamë kjo është shteti ku jetojna na, ku dikujt nuk i intereson heq, për shembull me plot keqardhje, e thamë ndoshta një qenë në rrugë jeton më mirë se sa që jetojmë na. Po foli për kushtet e jashtë shtëpisë, edhe jashtë shoqërisë. Do me thonë për përgjegjësinë e shtetit ndaj neve. Për shoqëni, për familjar nuk jam të folë, sepse ata në ndihmojnë në mënyrën më të mirë të mundshme. Për familjarët edhe shokët që i kemi që na presin me dashni e me krejt gjonat më të mira. Po shtetin që e kemi na deri sot do me thonë nuk ka bon asë kosh për ne. Asë një parti politike, asë asë një. Kur ndodhi kjo rast i autobusit më thirrën një shok prej Zvicrës. Edhe më tha, Burhan, tha, ke bon hajgare, tha, për një me, tha, të ka bon këta. Thash, valloj, be vlla, tash nuk kam pse me rejt, apo kuptan. Tha që be pun vjetë që di, tha që shko më thi, tha shoferi më ta bon, këtë thënë, kuron dhe tha, sa i punan atje me personat me nevojat veçanta e ka një shoqat atje, një antari imi, tha, ka dollë me pi kafe në Zvicër, edhe kër e ka po kafenejen, e ka pos me shkallë, nuk kanë mendu ata për me aftësit kufizume, për me hinat lokale, në atë kafe. E ka thirrë tha inspekcionin, për 20 minuta komplet kapën, tha ja kanë bloku, ja kanë mbyll, edhe ja kanë bo atë kërkesën që kur t'ja plotësoj kushtet këtij personi për me hin kafe, atë rapët lokalit. Se edhe kjo është njëri sikur krejt, edhe kjo ka drejt me hin këtë kafe, e kështu. Do me thonë, ajo shtet, jo ki, joni, që mundet në çdo moment, shembull më na shkel vetura, e shumë gjona që tregova edhe më herë që kom pas 2-3 herë kur më kanë godit veturat, po fol Zotit kom pështu. Kena edhe raste, për shembull prej antarëve të shoqatës kur më tregoj një ditë tham ma shkeli kamën me kerr një veturë, nuk këshirin s'na respektojnë. Kjo është, do me thonë, me një fjalë popullore madha ma keq. Për neve, po elhamdulillah që i kemi familjarë të këtë shoqëni që në ndihmojnë në shumë sfera. Se sa për shtet tregova, ne jetojmë ma keq se qentë. A keni marrë ndonjë përgjigje prej institucioneve adekuate në lidhje me këto raste, apo asnjëherë nuk janë marrë? Jo, kur heq njët, asë i ka interesu kujt për këtë punë. Do me thonë, për këtë rastin e autobusit që tregova, qytetarët portalet kanë reagu krejt. Prej politikanëve, as edhe një. Përveç Abdul Selamit më palë se harrova, a i ka reagu, po a i nuk është që ka në pozitit madhe, kështë që ka shku në vesh qurda dhe reagimi ti. Të ndalimi edhe pak të përvoja juaj me transportin publik. Sa është aksesueshëm, si janë stacionet e autobuseve, a janë të përshtatshëm ndonjë stacione, a ka rampa, trotuare të ulta apo sinjalistika të qarta, për shkak se duhet të ketë pjesë adekuate të veçanta? Në shumicën e këtij nuk ka qasje, nuk ka. Është munges rampa, munges sinjalistikës, nuk nga njerë ndalësh, ama nuk e di edhe nuk e di as orar s'ka as kur gjati, nuk shkruan. Ndoshta një orë ban ma ki dush me prit në herë, ndoshta hiq s'ka autobus t'i dush me prit, ndoshta i hup një orë e gjisë ose ma tepër, edhe nuk është në rregull, nuk i mungojnë sinjalistika, mungojnë rampat, po për mos flasmi edhe në stacion ati për mund dalë. Tash dikon është pa pastërti ati shumë nuk e s'mun është mu afru ose këndërmon ere keqe prej veturinave i hëjdhin vene pa ven, njerëzit pa ndërgjeqëm. Pa diskutime, kishëm edhe dje një temë pikërisht për mbeturinat edhe sa na kanë dëmtu, po për këto kushtet të papërshtatshme në për stacione dhe jo vetëm infrastruktura, trotuaret, rrugët, a keni ngrit zërin deri tek institucionet që t'ja u plotësojnë të paktën disa prej kushteve bazë? Po, mu i me thonë çdo herë, nashta kështu direkt nuk e kemi thonë, po çdo kur kemi pas në për intervista, po dikun më naj që kemi pas në për qase, në për mediume, çdo herë e kemi përmend edhe, po thash edhe pak më herët e përmend ceka se ka disa lëvizje, po nuk është ati ku duhet, si duhet
me qenë. Jo, ku duhet pësësht askont, me një fjallë atë 5% nuk i plëtsojnë kushtet tona ku qështë duhet më konë. Unë e shemëll me keqarja edhe këta e thamë. Si ta kalej shurën e gurit, liresh mund është me thonë që hina në qëtër shtetë. Kurse prej urës edhe kënej është gjithë shka katastrofë. Unë shkaj kapitha më shërdame shpesh, se kur kam dhe një punë. E kam vendin ekstra për mu me karroth, për me hejtë. Në me thonë, nej, kapitha më shërdame për foli. Kurse kënej së në hipas në tretarë. Ku pret autobus është katastrofë. Tretarë më të tregova. Ka nejt që shla ga bazë veç bejrës, se dimrit e rallë në i një. Para disa dite kisha një problem me dhamë, e ku me hitë krejt qajirin kërkun s'ko mujt me hitë, sepse krejt me shkallë. Do më thonë, ordinancat nuk mendojnë për neve, të lemo tjertë. Kjo është gjendja jonë katastrofale. Nuk di atë shka me thonë. Po, inshallah do zoti e bëhon më mirë. Sa energji ju merë një udhëtim që për dikë tjetër mund t'jetë mjafti thjesht? Ta kenë parasysh edhe të gjithë qytetarët që shpesh e injorojnë këtë pjesë dhe nuk mendojnë për personat me nevoja të veçanta? Valloj energji, kogja shumë merë. Do të më konë kogja i fort për me kri disa punë shemëll në për qytetë. Se ka pengesat mluja, të tregova, jo shkallët, jo kjo. Jo, nga njerës vetë me vete, thamë, ne jemi ma të forë se gjithë. Se i përballojmë gjitha senet, gjitha sfidat, edhe çdo herë jemi optimist dhe besojmë edhe shpresojmë se do të bëhet mirë një ditë. Ajo është me mira, duhet të mbetet energjia edhe optimizmi edhe shpresa për një Ja, ardhmë për më ata të të dërdomi korgë. Jo, natyrën tonë është kështu se me të vërtet nuk është lehtë, po ne i përballojmë gjitha sfidat me sportivitet ose me buzëqeshje, me shoqëri, me kësi i të i kalojmë gjitha pengesat me lehtësim. Ajo është me mira, do nuk kam dyshim se aty ku ka shpresë, patjetër duhet të ndërmerret diçka edhe neve si kolektiv të gjithë duhet të qohemi në këmbë. Të mos tani mësojmë. Duhet patjetër të veprohet në këtë aspekt. Ku e ngrini zërin juve më shumë? Ja, keni ndonjë shoqat ose dikund ku mund të shpreheni dhe të ndërmerrni aktivitete për të ndryshuar? Pikërisht unë jam edhe kryetari i shoqatës persona me nevojat veçanta mirësia. Tash e 4 vite i bëjmë, e mundohemi, kemi qasje, faktikisht kemi takohemi me shok, shoqni, antar, gjithë, dhe i diskutojmë këto probleme, po, si që thash edhe më herët, besojmë që do të na kryojnë kushtet, se me të vërtet disa herë kemi cekë, po shpresoj që do të shkon në veshin e duhur këto apeli jonë, apo kërkesat tona. Kështu që kemi shoqni, shoqënohemi, i qajmë hallet, dertet, nga njerë, dalim kafene, dalim shëtisim, pikniqe, kështu organizojmë. Çfarë aktivitete ndërmerrni së bashku në kuadër të shoqatës? Po në kuadër shoqatës mundohemi t'ju ndihmojmë personave që kanë nevojë. Kërkesa e madhe është për karrocat elektrike, se këto janë të kushtueshme. Këtu në vendin tonë është diku në 2.000 euro kushton një karrocë elektrike dhe nuk është e duhur, se siç e cekëm edhe më herët, edhe rrugët nuk janë ashtu siç duhet jenë. Kështu që këto dëmtohen për një kohë të shkurtë. Edhe fatkeqësisht nuk ka as mjeshtër, ka disa mjeshtër na ndihmojnë, fatmirësisht ka njerëz human. Edhe çdo herë kemi një vend ku i çojmë, na i rregullon, do ta cekim me emën se ndoshta do t'i mesim borxh, është Ramadani që na i rregullon çdo herë karrocat elektrike. Me të vërtet, asë një antarit tonë, pa pagesë gjitha na i banë. Pastaj do ta përmeni edhe që kanë na rregullohen gomat, këto e kemi
të Haxhi Gjajka, do ta përmeni dhe ata edhe Ramushi që punojnë ati, çdo herë na mirëpresin edhe ata, çdo herë kur neve jemi çdo herë asë nuk na marrin, edhe ne dojmë nga njëherë t'i pagujmë, për fatmirësisht ata lumba ata për shpirtin e vetë që e bëjnë këto punë, dhe asë njëherë nuk dëshprohen me neve. Çdo herë edhe gjitha punë tjera i lanë, vetëm neve për t'na i regullu, kështu që jam mirënjohës për jetë gjithë atine, po edhe gjithë tjerëve që japin kontribut, që mundohen me mishe me shpirt për neve të na ndihmojnë. Kështu që Ani, bane fakturën gati të shtash për marketing. jo, nuk është marketing, po deshta ti mos t'ju jesin borë, se kjo është dhe ta din gjithë njerëzit se ka njerëz të mirë, ka njerëz human që bëjnë vepra të mira pa interes. Këtu desha dalë, sa kontribojnë njerëz, sa kontribojnë qytetarit e tjerë, që ndoshta nuk përballen me sfidat që përballen e ju çdo ditë, po që ja u dinë të gjitha vështirësitë. Shumë vallaj, shumë na ndihmojnë tepër. Prej këthembe, shumë. Do me thonë që shqipërmeni ki Ramqën e ata thonë e pënguta pak, dhe kam qef me nguta tepër në ndihmojnë. Ka rast të shemëll edhe aga bazë din, kur kemi qenë me një restorant ose me një kafenej, e kemi thirë me bo pagesën, jo i ka pagu ki, i ka pagu aj. Për me ka rozë për Ramqën, mos folmi, mo është njeri shumë i mirë. Edhe Ramunga, pat Ramoshat, se ata e një ma pakone. Do me thonë krejt në ndihmojnë, tregova, prej qytetarëve, prej fshokëve, familjarëve, jemi të kënaqur. Po me shtetin që të mua vetë. Këto na ndihmojnë tepër. Inshallah vetë Zoti ja kthen. Kjo na mban shpresa, na mban për këtë që kemi kësi njerëz dhe besoj që do t'ja dalim gjitha. Patjetër, përderisa ka njerëz që bëjnë mirë dhe veprojnë. Sigurisht. Në të gjithë punën tuaj, dua të kthehem pak tek shoqata përsëri. Cilat kanë qenë disa prej sukseseve më të mëdha që keni arrit, që ndoshta është dashur mjaft kohë, po që ka arrit të mbri deri në veshin e institucioneve ose Fatmirësisht vitin e kaluar ishim në Pogradec, kaluam një vikend, aty ishte një gjë e mirë se e pash edhe gjithë të antarë tjerë ishin të kënaqur. Ishin gëzuar dhe të lumtur që dulëm jashtë shtetit ton edhe e kalum një vikend shumë të mirë. Pastaj karrocat elektrike kur i marrim, kjo është një sukses mjaft i madh se paramendon një njeri që është i mbyllur në 4 mure e kur t'i japsh këta faktikisht ja ke dhënë lirin, sikur që është zogu në kafaz, shembull, kur ta lirojsh prej kafazit ai e ka lirin. Edhe këta njerëz janë shumë kanë njerëz që presin, po fat keqësisht deri tash nuk kemi mujt gjithëve t'ja sigurojmë, po besojmë në të ardhmen do të mundohemi me mishe me shpirt, fal vullnet mirëve, t'ju sigurojmë gjithëve ata që kanë nevojë. Shpresojmë shumë se kjo është një punë kolektive në fund të ditës. Bëj apel kush ka mundësi shembull me një mund këtë shoqat, mundësisht le ta ndihmojnë. Pika kryesore ka rrotat janë tjera tani. Pa diskutim. Çka të kanë mundësi. Pa diskutim. Do të shkëputemi shkurt edhe një herë për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio. Jemi përsëri në studio për të vazhduar bisedën tonë. Dua të ndalem pak përsëri tek institucionet. A keni hasur ndonjëherë mungesë ndihme nga institucionet ose ndonjë pengesë, ndonjë rast konkret na tregoni? Hajde të më mirë. Po, për momentin nuk më kujtohet bashkësakt, po ka nga njerë që na kemi hasë dikun shembull nga njëherë kështu, po ne i kalojmë me e lajmë, s'ka shkojmë tjetër ditë, e provojmë disa herë, edhe insistojmë derisa ta kryjmë atë punën, po nga njerë e kuptojnë edhe ata që nga njerë e kanë gabim, po harrojnë me kërku falje, që kjo me kërku falje të ne mungon nga njerë, po ne prap i falim, edhe pse nga njerë nuk kanë drejt, po duhet mi falë.
Më pëlqen shumë kjo optimizmi juaj dhe mënyra se si e shihni jetën. Jo, ka raste, ka, po s'pedia mi përmend, ajo, shembull, para 2 vite ka qenë, për kjo për institucionet shtetërore që pole, më ka pasar, shiko çfarë shteti diskriminues kemi ne. Ma kishin dërgu një letër për më mandol që ato 15.000 denar që ka i marë, edhe që atë ndim më mandol se unë nuk i pletsoj kushtat, vish llogarit. Pastaj kom shku te komuna, tha na nuk kemi çka bojmë sepse ka orë prej tjetër kujtë. Dosh me shku te doktori jam për me bo termin të ri me shku te doktori. Ati kisha unë vetëm 10 ditë afat. Kur pastaj shkova te mjeku më tha do të me prit 4 muaj, se s'ka terminet lira. E me shumë vështirësi, po elhamdulillah për i Zotit nuk e arritën qëllimin edhe s'mojtën më mandol. Do me thonë ki shtet jemi ne, ku na diskriminojnë edhe thonë që s'ki drejt me moras qatë ndihmë sociale. Po shembull nëse unë jam të gënjë ose diçka, nëse jam në kamp, jam për me punu, edhe pse t'i kon falem korë, sepse ato 15.000 denar që ka jape neve prap na i merë e vënëja nëse më lejohet me thonë, sepse fakturat e rrimë se këto na metën krejt. Po, apet sa do këdo të krim punë, po nëse jam në gjendje me punu, sa jam zërë për 15.000 denar të tëmba, kur njëtë nuk i kisha bo. Po, nuk di shka të thamë. A ka një ndihmë reale, si që përmendet edhe juve, ekonomike, shëndetësore ose sociale të posaçme për personat me nevojat veçanta? Drejtën të thamë me vështirësi, se po flasim sidomos prej pandemisë e këndej, çmimet që thojnë në qiell i kanë hip gjitha unë, a rrogat janë, ama nuk është në atë nivelin me barazu shemëll me ata. Është shumë është me vështirësi mi kalu muin, se me të vërtet është shumë pak me ndihma sociale, sidomos me mi përballu gjitha këto, mos ta cekmi më me rrimën, me ujnë ato, po sidomos gjërat ushqimore janë shtrejtu te i mase, edhe nuk e di ja i kontrollon dikush këtë shtet, çdo ditë ndryshojnë çmimet. Të paktën shembull, ja mos po flasim për gjërat ushqimore, që janë gjërat bazë. Ato janë çdo ditë ndryshojnë çmimet. Çdo ditë kur shkojsh në çetër çmim. Shembull, të shkojsh që për ushqimin, mos flasim për këto që hajnë, sa jo mund me çu lirisht luks, shembull, na për restoran, apo na për hamburger, apo si sene, ato janë dikur me krahasim me rrogat, po social po thojmë nëse ne smojmë rroga, ato janë na herë si rrallë, sa është problem se prej llogaritën e prej 90-100 denar, tash po folim për mrena 2-3 vite, afër 2 euro e gjys, po i vjen dikun 240 denar, 250, 300 denar, ka dhe hamburgera, 300 denar, dhe një hamburger 300 denar është tepër, me të vërtet është shumë. Ka vështirësi të mëdha vallaj që përmendi edhe ke, po prap po tham, se unë luftën më të madhe e kam me shtetin. Dhe me mejtë për këtë shtet ne në sheni çdo të premte të xhamia Tulip. Po elhamdulillah për Zotit, pak na ndihmoi shoqënia, pak familjarët, pak punojmë edhe vetë sa të mumi, nuk ndalmi që mos të mesmi në dorë të patit që thojnë. Se sa për këtë socialet ndihma që ne japin këto dalin kur gjë heq. Sa është e vështirë të gjesh punë si person me aftësi të veçanta? Por neve është shumë e vështirë. Tepër është e vështirë. Po, falë Zotit, tash që 2 muaj kom fillu me punë, mo me 100 gazejpe që thojnë. Kam do raste i di edhe me emna personalisht. Ka njerëz me aftësi të kufizume, kanë edhe fakultet të krime për atë vend pune që e ka, por fatkeqësisht rrinë në shtëpi personi. Personi në fjalë është me emën, me mbiemën e dim, po
ka raste që do t'i përmendim edhe ato se ajo është diskriminim. Pse me diskriminu? Sa i ka kry shkollën njëjtë si njerëz tjerë që janë me aftësi, që nuk janë me aftësi të kufizume. E kjo është diskriminim, kjo nuk është vendet, mos ta flasmi për vendet perëndimore as që diskutohet kjo, po mund me thonë edhe vendet lindore, ka lindjas, është problem me gjithë kësi raste që i diskriminojnë. Kështu që ka disa raste, ka do raste që i ignorojnë. Faktikisht, kjo nuk është, kjo diskriminim i hapur, mund me thonë lirisht, po kjo është. Studishta Dalsa, përballeni me këto paragjykimet nga tregu i punës konkretisht, mos të flasmë vetëm në aspekt shoqëror. Shumë vëllai, shumë. Shembull, ka raste personal po foli. Hecë më retit ka me punu, ti anej, ti knej kësi fjallë. Po lidhë në prapë të Zvicra. Krye parlamentari i parlamentit Zvicrës është në karrocë invalidore, nuk e di sa e keni po ajo. Tash është një deputet i ri që ka hinjat në parlament, pile është prej Kosovës, i pejës mos nga bofsha, edhe ajo është në karrocë invalidore, është deputet i parlamentit Zvicrës. Po lidhë në vest të Zvicrës, se ka i shtetë kam informacione ma shumë. Po sigurisht edhe në Gjermani e të këto vene tjera ndodhin këto. Do më thonë, këshini ku janë ato, këshini ku jemi na. Kurse neve në ato i në rrenin shpe, më delni, marre, anik-nik, si gjona, do më thonë, të kota me një fjallë. Po shqyr, po plasë personal për veti, unë nuk e ngoj as kand, do më thonë, kur ta mnoj atë kritet e mjeba i qatë punë qka e kom sos me bon, jas bon tjetër. Kështë që si ngoj, shqyr prej Zotit, Zotit mi ka plëcu krejt dëshirat. Po ndërlidhen prapë me këtë që e bane këtë pitje. Para disa mujve është një vajzë, kemi edhe antare, është shoqe me ne në shoqatën tonë, ajo është të punësuar në komunën e Qajirit. Fatkeqësisht një ditë kish dalën për me marrë ushqim. I kish mshu vetura, tha njerëzit, thanë, pse ke dalë në rrugë? Pse mësë, kjo faktikisht nuk e mëson e paramendon njëri pse ke dalë në rrugë, pse sikur që kanë njerëz nevojat elementare ose nevojat personale, shka ka nevojë njeri, nuk është, kjo është pa... Mentaliteti unë, s'kemi shka normal, bojnë. disa ashtu e kanë, po fatkeqësisht ka dhe kësi njerëz që mendojnë kështu se thot pse ke dalë, po nga njerë, unë e mendoj edhe kjo është diskriminim, dalim kur është nxehtë, thot pse del nxehtë, nga njerë kur bje shi, pse del shi, kur është ftoft, pse del ftoft, na me shikush kohën, ata duhet mbillemi në shtëpi dhe kur mos dalim, po ka edhe kësi njerë që kështu me kësi mentaliteti, kështu mendojnë, por... Mentalitet shumë i gabuar, për shkak se... Sigurisht, po shpresoj që do të ndërgjegjësohen, pasi që ne pjavë themi ata që duhet javë themi, se as kanë nuk po dojna me ranu me fjallë, as dojna me, po për folmi realitetin që është, që edhe kjo është pitje pa logjikshme, unë mendoj kështu që nuk as s'duhet me parashtru këtë pitje, po që njerëzit janë kështu. Çfarë mesazhi keni deri te këto persona? Mesazhi im është që pak të vetëdijsojnë edhe kur ta flasin fjalën ta mendojnë, se fjala thonë si del pi goje më e merr dynjan. E kështu që të paktën bilet ta mendojnë mirë, ta analizojnë se çka flasin, pastaj le ta folin atë fjalë, ose të paktën hiç mos folin më mirë. Shumë më mirë. Do të ishte kjo më e mirë. Heshtja flet shumë, thonë. Patjetër. Cilat janë disa prej ëndrave ose projekteve tuaja që doni të realizoni? Po, projektet, sidomos ëndra jonë është shoqatën, po flasë për shoqatën tash, është ëndra jonë të asigurojmë një mjet të udhëtimit, të paktën një minibus, se nga njerë duke i pa, si që i cekëm edhe ma herët disa pengesat, ta kemi veturën tonë, faktikisht nga njerë t'i marim njerëzit prej shtëpije, t'i qojmë ku kemi
në atë destinacion që kanë nevojë nga njëherë. Kjo është ëndra ime, po ëndra ime është edhe sa ma shumë t'ju ndihmojmë njerëziv t'i nxjerrim prej të shtëpije, mos t'i lajmë të mbillen mrena 4 murëve, po le dalin edhe mos t'i shikojnë para gjykimet, mos t'i ngojnë fjalë njerëzit se shka flasin. Ne duhet me vepru ata si dojmë vetë, edhe që shmendojmë, edhe që është ma e mira për neve, jo mu marë me fjalët e njerëzve shka thojnë ose shka bojnë. Kjo është ëndra jonë, është çdo herë m'ju bon njerëziv mirë, m'ju ndihmu në çdo aspekt shka kemi mundësi. Pastaj kjo janë, edhe është dëshira ime, është edhe faktikisht, po ju ndihmojmë nga njerë me pak ushqimore, po muajin e Ramazanit. Kjo është pak, mendoj që duhet, unë kur e kam mendu të hapë këtë shoqatën, isha i mendimit që çdo muaj nga një pak ushqimore t'ja sigurojmë antarëve tonë, po dhe atinëve që janë nevojë faktikisht, po kjo është, qetër është dëshira e qetër është mundësia, e kështu që se ne nuk pëmohojmë ata në muajin e Ramazanit duhet pak ma shumë, me dhonë, me hangër njerëzit, sa është muaj ashtu është, por mendoj që edhe jashtë Ramazanit duhet t'ju ndihmojnë njerëziv të paktën ata që i kanë kushtet pak ma të randa. Patjetër, kontributi është diçka shumë e bukur që neve e kemi vetë në dorë. Kjo. Folëm për të gjitha, folëm për infrastrukturën, për problemet e juaja të përditshme. Çfarë është më e vështira dhe çka është më e bukura në rutinën tuaj të përditshme? Më e vështira është kjo, që e përmenëm dej tash, mos t'i përmeni prapë. Kurse më e bukura është që pendërlidhje edhe këta, që unë personal që prapë po foli për veti nuk e ngoj kërkan. Dhe me thonë ju që një mesazh krejt atime që janë karrota. Mos t'i ngujnë fjallët e njerëzve. Jo mos del, jo kështu jashtë. Del, bane ëndrën tonë e realitet. Shijoj e jetën. Se që tjeta ka folë zotë i ti, që tjetë ma ka folë edhe mu. Pse me që jetën 4 mure, se një njerëz në karrota që janë kanë ndronë depresion. Nga izolimi, nga fjallet. Edhe janë mbyllë mrena 4 mureve, pse jam karrota dhe nuk del të i vjen marrë impakt. Kurse mu ju, shumë interesant. Unë i kom nga punët e mija, i kom realizu pendërlidhje me atë pyetjen tonë dhe ma herët, i kom realizu shumë ëndra që i kom pas ëndër mi bo, kom realizu mbi 30 monologe ku i kam YouTube, për dëshmurët e kombit edhe për fejen, kurse ëndër e kom pas për me bo një libër, tash e kom bo edhe atë libër. Tash e vetë një ëndër që më kam bejt është me shku edhe në qabe edhe usas misioni. Bukur shumë. Faleminderit shumë për këtë bisedë, faleminderit shumë për kohën që ndatë. Faleminderit për juve. Edhe uroj që të ketë pasur një ndikim të gjerë tek e gjitha audienca, qoftë institucione vendimarrëse, qoftë edhe njerëzit e thjeshtë. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve për kohën që keni ndarë për neve. Faleminderit shumë. Pa diskutim. Ju uroj çdo të mirë. Faleminderit gjithashtu. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kishim për sot. Do të takohemi përsëri nesër në të njëjtën kohë, në të njëjtën vend. Shihemi deri atëherë, mirupafshim.